mbrëma të uta, mi mbrëma të gjithë. Po presim të futet edhe Neida, sot e fillojmë trajnimin. Le të vendosim pak muzikë. Përshëndetje, si ju kam? Po më dëgjoni? Okej, atëherë Eneida është në linjë. Një sekond. Përshëndetje. Përshëndetje Eneida. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, shumë mirë. Le të fillojmë. Mirë, edhe le të fillojmë, vetëm duhet ta shpjegoj pak në lidhje me komentet që po na bëni. Për shkak se do jetë një trajnim, ne nuk do t'i lexojmë të gjitha pyetjet me radhë, por mund ta shpjegosh e pak ti Eneida? Okej, do më thonë, ne kemi me spjegu, edhe kemi me ju jep edhe teknika se qysh mundeni me një ndihmu vetës. Edhe do i lexojmë edhe komentet, edhe kemi mundu me ju përgjigj çfarë do lloj pyetje që keni, po do më thonë gjatë këtij trajnimi kemi me jep do më thonë mësimin, po kemi me ju jep edhe mënyrat ndryshme se si mundeni me punu me vetën. Edhe çdo trajnim që kemi me bo, çdo diele dhe çdo ende atëherë kemi tema të ndryshme që kemi me u fokusu te secila temë, edhe me shpjegu sa ma qartë edhe ma mirë për juve që ju me kuptu sa ma mirë, edhe që me ditë mandej qysh me ndihmu vetës. Veç nuk pe dia jam të më dëgju, se më duket dikush tha nuk po dëgjoj mirë. Apo më dëgjoni? Unë të dëgjoj shumë mirë. Kështu që mund të vazhdojmë për pjesën e trajnimit. Ky do jetë një trajnim me informacione të përgjithshme dhe në javët në vazhdim ne kemi gjetur disa elementë që ne do të shpjegojmë, por një pjesë e tyre do të dalin në varësi të nevojave që ju keni, cili nga ju ka. Do bëjmë një pak a shumë si, domethënë do ta bëjmë në story dhe do ta shikojmë se kush do të jetë tema më e preferuar gjatë javës dhe të punojmë pikërisht me atë temë. Sot ne kemi vendosur të flasim për mënyrën se si trupi jonë është ndërtuar. Ne ajo që arrim të shikojmë është vetëm trupi fizik, pra pamja jashtme. Por realisht, kjo është gjëja e fundit që ne të shikojmë, sepse kemi disa trupa të tjerë, të cilët janë shumë më të rëndësishëm se sa trupi fizik. Trupi fizik rrezaton trupat e tjerë, që janë trupi emocional, trupi mendor ose imagjinar pak a shumë që ne kemi, trupi shpirtëror, pra shpirti jon. Kemi gjithashtu edhe disa trupa të tjerë që askush nuk e di numrin fiks, por disa thon 7, disa thon 14, por ato që janë më të rëndësishëm është trupi fizik që ne ajo që shikojmë, sepse në fund të fundit ne jemi pak a shumë në 3D dhe shikojmë veten tonë si materie dhe shpesh herë nuk i konsiderojmë fare. Por ajo që do të shpjegojmë sot në leksionin e parë janë 4 trupa kryesor, që është i pari është trupi fizik, trupi mendor, trupi emocional dhe trupi shpirtëror. Atëherë, unë po filloj me 2 trupat e parë dhe pjesën tjetër do ta shpjegoj Eneida. Trupi fizik është trupi bazik, i drejt për drejt, që ne shikojmë dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Por duhet të dim, nëse në mënyrën se si ne jemi të organizuar pak a shumë trupi fizik funksionon, ne duhet të kuptojmë dhe ta njohim trupin ton, të krijojmë atë intuit që të kuptojmë se çfarë po ndodh me trupin ton. Pse? Unë gjithmonë e them që trupi flet. Dhe kur e them këtë gjë, shpesh njerëzit edhe e keq kuptojnë, sepse e konsiderojnë trupin si diçka që nuk flet, si diçka që nuk kupton, si diçka që është pak a shumë pa asnjë lloj qëllimi dhe pa asnjë lloj forme, është thjesht funksionon dhe kaq. Dhe shpesh ne marrim të mirëqenë që trupi funksionon sepse ne duam të funksionojmë. Realisht,
trupi nuk funksionojnë sepse ne duam. Trupi funksionojnë, po të ishte të varësi tonën, ne do harronim ta vendosim në punë zemrën tonë. Ne do harronim ta vendosim në punë stomakun tonë të funksiononte. Pra, ne duhet të kuptojmë që këtë trup e mban një jetë, një fuqi shumë më e lartë se sa ne. Këtë trup e mban në jetë një fuqi shumë më e fuqishme se sa ne. Dhe të bëjmë pyetje se si funksionon ky trup, që një banane për shembull ose një mollë e merr dhe e kthen në trup, kjo është gjëja më inteligjente, pra është makineria më e fuqishme që ekziston në këtë mbi universin ton, domethënë në këtë tokë, pak a shumë, që jemi të prirur ta njohim dhe ta kuptojmë sa më mirë. Edhe nuk e arri dot që të lexoj pyetjet sepse jam duke shpjeguar pjesën e trajnimit, por në fund do kalojmë me shpejtësi edhe në pyetjet, mund të bëni pyetje nëse keni, por ajo që doja të shpjegoja për pjesën e trupit fizik. Trupi fizik, kur vim te trupi fizik, ne duhet të kemi parasysh, sepse një pjesë e mirë e ankthit, dhe depresionit, dhe shqetësimeve të ndryshme që ne përjetojmë, vijnë për shkak të trupit fizik, sepse ne nuk kemi arritur që ta ushqejmë trupin ton fizik me gjumë të mjaftueshëm, me ushqim të mjaftueshëm dhe me ujë të mjaftueshëm. Mund ta shpjegosh pak pjesën e ujit, Eneida, se ke më shumë njohuri në këtë pjesë? Okej. Do të thonë ne jemi 80-90% trupi jonë është ujë. Edhe uji do të thonë është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë edhe me emocionet. Edhe emocionet tona janë do të thonë kur të flas edhe për trupin emocional, keni më kuptuar më mirë, ka të bëjë domethënë që duhet më konë si uje, se uji domethënë lidhet me emocionet tona dhe kur ti ndjejna çato emocione dhe ti pranojna emocionet edhe pozitive edhe negative, atë shumë ma lehtë kemi me pas jetën në këtë botë fizike ku jemi këtu, edhe shumë ma lehtë kena me manifestu mandej edhe pare, edhe bollëk, edhe çka do qoftë që dojna me manifestu, sepse bollëku nuk është vetëm parja, po është edhe shoqëria, familja, dashuria, natyra, udhëtimet që i bojna, do të thonë krejt kjo është bollëk. Edhe nëse doni me manifestu, do të thonë doni me kujdes për trupin fizik, qysh tha edhe Ina, pa u kujdes për trupin fizik, edhe trupat e tjerë që kemi mi spjegu, nuk munden me manifestu qysh dojna edhe çka dojna. Kështu që duheni domethënë me kuptu që uji edhe ushqimi është shumë i rëndësishëm, edhe në mënyrë intuitive duheni me ndëgju trupin për me mujt me ja jap çato çka e don. Sepse e di që ka shumë informata që duhesh më hangër këto, po në fund duheni me ndëgju çka po don trupi juve në ato momente, edhe me ja jap domethënë. Shumë e vërtet. Pra, duhet të kuptojmë se ashtu si e shpjegove vetë, duhet të kuptojmë që elementet kryesor janë primar, ajo që e vendos trupin ton në frikë pak a shumë, që të filloj të shkaktoj shenjat e ankthit ose shenjat djersitje ose lodhje ose të gjitha këto elemente. Shfaqet, më dëgjohemi apo jo, se thot nuk po dëgjohemi. Jemi duke u dëgjuar në këto momente, se nuk e kuptoj pse disa po shkruajnë komente. Okej. Shfaqen sepse ne jemi shpeshherë në pjesën e jo mjaftueshëm ushqim, për shkak të dietave të ndryshme që shumë njerëz marrin, për shkak të gjëra të ndryshme që eksperimentohet tashmë me trupin, sepse ne jemi i prirur të krahasojmë veten tonë me njerëz të tjerë dhe kjo nuk bën asgjë tjetër veç se e çon trupin ton në gjendje ankthi dhe në gjendje depresioni. Kështu që e para fare, primarja, po e theksoj edhe një herë, është ushqimi, sepse kur trupi e di që nuk ka ushqim të mjaftueshëm, trupi fillon të shkojë në ankth dhe në atë gjendje që ne nuk na pëlqen. Sepse ne fillojmë pastaj do vdes nga depresioni, do vdes nga ankthi, jo, nga ankthi dhe depresioni askush nuk vdes dhe askush nuk do arrijë në atë pikë që të konsiderohet, por ato janë shenja që do të shtyjnë ti që të hash bukë. Ato janë shenja që do të shtyjnë ti të pish ujë, të flesh gjumë, kur nuk flen gjumë të mjaftueshëm. Këto janë ato elemente që ju duhet keni parasysh si fillim, pra primarja e çdo gjë fillon me këtë element. Jemi të qartë në këtë pjesë, sepse do shpjegojmë edhe një trup tjetër që është po aq i rëndësishëm dhe po aq i domosdoshëm që ne duhet të jemi të vetëdijshëm, sepse në çdo moment trupi jon bën që ne
duhet ta dëgjojmë. Në qoftë se ne nuk e dëgjojmë, atëherë do të shfaqen shenja që ne nuk na pëlqejnë, por jo që nuk janë të nevojshme. Ato shenja janë të nevojshme. Ato shenja janë që ne të na mbrojnë dhe mos të na çojnë që trupi të kalojë në kolaps. Më kuptoni, kjo është gjëja më e nevojshme që ne duhet kemi parasysh. Dhe për sa i përket ujit, është shumë e nevojshme, duhet kemi parasysh sepse pjesa e ujit, uji është 70% e trupit tonë është ujë. Dhe duke e ditur këtë gjë, 70% e trupit tonë është ujë, ne duhet shpesh ne marrim si të mërqen se i kemi dhënë ujë mjaftueshëm. Dhe i kemi, domethënë, mund të mos kemi pirë fare ujë për shembull gjatë ditës tonë dhe themi pse më dhem koka për shembull. Një nga shenjat pse na dhem koka është sepse ne nuk pim ujë mjaftueshëm. Mos akuzoni kokën, thoni pse koka ma jep këtë sinjal, çfarë duhet të bëj unë në këtë momente? Ose, kur kemi dhimbje stomaku gjithashtu, është një shenjë që ta tregon që si trupi fizik, trupi po flet me ne. Çfarë ushqimi të keq ke ngrënë atë ditë ose javën e fundit që e ka bërë trupin tënd, stomakun sidomos, të shkaktoj atë gjendje që të jep një mesazh ti, të tregon që nuk dua ta ha më atë ushqim. Pra, kështu ne dal nga dal kalojmë të lidhemi me intuitën tonë dhe të krijojmë atë lidhje që është intuitive dhe ta kuptojmë më qartë trupin tonë. Jemi të qartë me këtë pjesë? Përveç se trupit fizik, kemi dhe trup mendor që është shumë e rëndësishëm. Sepse për sa i përket mendjes, ajo që na diferencon nga kafshët dhe çdo gjë e gjallë mbi këtë planet është pikërisht mendja jonë. Mendja jonë është arsyeja që ne e caktojmë si të sakt ose jo të sakt, të bukur ose të shëmtuar. Pra të gjitha këto janë pjesë të egos, sepse në trurin tonë qëndron egua, sepse është krijuar nga mosha 0 deri në moshën, domethënë egua krijohet nga mosha 0 deri në moshën 28 vjeçe dhe kjo fazë që është faza e krijimit të egos ose të trurit dhe të logjikës dhe të trupit tonë të rësi, është faza që ne na bën që të kuptojmë që jemi në fazë rritje. Shpesh ne themi që jemi në rritje, jemi të vegjël, jemi duke rritur kur jemi në moshën 15 vjeçe. Por nuk e themi këtë më kur jemi në moshën 35 vjeçe. Realisht, ne në çdo moment duhet të rritemi, në çdo moment duhet të lulëzojmë, nëse duam të lulëzojmë duhet të rritemi. Nëse ne ndërpresim rritjen, për shkak sepse egua jon nuk rritet më, sepse egua rritet deri në moshën 28 vjeçe, atëherë nuk do të ndodh asgjë tjetër veç se ne do të fillojmë do na shfaqen ato shenja që nuk janë të mira për ne. Ose janë gjendje do ndihemi bosh, do ndihemi pa qëllim, do ndihemi pa kuptim, pra nuk do kuptojmë pse jetojmë në këtë tokë. Prandaj duhet kemi parasysh që mendja është arsye, por arsyeja duhet të rritet, ne duhet t'i japim ushqim, sepse në momentin që nuk i japim ushqim, atëherë mendja do të fillojë ose truri jon do të kapi një element që ka ndodhur në të kaluarën dhe do ta bëj gjigante, do ta bëj qimen traqe, i themi ndryshe. Pse? Sepse kjo është funksioni i mendjes tonë, që të na mbajë të sigurt. Është që të mos rrezikojmë trupin tonë, mos të marrim një gëshërë dhe të presim gishtin tonë. Pra, të na mbajë të sigurt trupin tonë. Kur ne nuk i japim material mendjes tonë, atëherë ne nuk do të jemi në gjendje të kuptojmë që a jemi vërtet duke jetuar mjaftueshëm ose duke jetuar në formë të plot apo jo. E kupton, mund të shtosh diçka nëse dëshiron ti, Eneida? Jo, shumë mirë ke shpjeguar gjithatë. Po, atëherë ti mund të shpjegosh, pastaj mund të flasësh me dy truprat e tjerë, sepse i kemi ndarë që mos të flas me të njëra, por të jemi të angazhuara të dyja. Okej, se dashur edhe më shtu diçka tash më kujtu. Sa i përket edhe trupit fizik që ti e përmende se lidhet me intuitën, domethënë edhe sa më shumë e pastrojna trupin, edhe sa më shumë ushqehemi në mënyrë intuitive, atëherë intuita më shumë na rritet. Edhe na bëhet më e zhurmshme, jo egoja. Po, domethënë më shumë pas ne i besojna intuitës, edhe kena shumë më lehtë me ndëgju intuitën edhe e dim se çysh po na vijnë informacionet prej intuitës, edhe si ndjehet zëri i intuitës për shembull, apo si ndjehet në trup, apo si dëgjohet, apo si i din gjanat, po thjesht duke e pastru domethënë trupin, tu e bë detox,
po të njëjtën kohë domethënë trupi bëhet detoks kur ti e ndëgjon stomakun tonë, se që aty është uria, domethënë jo të zemra, se zakonisht për shkak të emocioneve mendojnë që janë undë, që janë të rritur, por nuk janë të rritur, po thjesht ndoshta ka nevojë për ndaj përqafem apo për dashuri, mbështetje etj. Po thjesht duhet me ndëgju stomakun, me këshqyr se çka po don trupi yt me hongër në çato momente. Çdo ditë mundoni me pyet veten, nëse nuk e dini kështu saktësisht me ndëgju trupin, thjesht mundi mi qit durt te stomaku, edhe me pyet çka po don me hongër në këtë moment, apo kur je uritur ose gjatë ditës, çdo që të e ndjen mas nej. Edhe e ki shumë alet ma nej, mi besu intuitës, se këto këtë lidhen, edhe me këta trupa tjerë që kemi me i përmend, do më thonë gjdo sen lidhen me njëna tjetër. Si të pastrojnë a një trup, pastrojnë edhe trupi tjetër. Kështu që është shumë magjike, shumë e mirë. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet, megjithëse e shtove këtë pjesë, unë dua të shtoj në lidhje me pastrimin, për shembull agjërimi, që është një ritual fetar për pjesën e fesë muslimane, por edhe në çdo fe të botës ekziston agjërimi si koncept. Agjërimi është një nga format më të pastra që ne të pastrojmë trupin ton dhe të largojmë ato qeliza që janë qeliza kancerogjene, për shembull. Ne në organizmin ose në trupin ton kemi dy lloj qeliza, qeliza të shëndetshme që janë qeliza të të bardha dhe të kuqe të gjakut, që funksionon trupi jon, sepse ne jemi të rësi qelizash në fund të fundit, dhe kemi dhe qeliza falso, që imitojnë qelizat e bardha dhe të kuqe të gjakut. Ato qeliza krijohen për shkak të mbingarkesës në ushqim. Pra ne ham më shumë se ç'duhem. Duhemi gjatë, për shkak se nuk kemi të lidhur me intuitën, ne ham më shumë se ç'duhemi. Ne ushqehemi me ushqime që nuk janë të mira për, domethënë nuk e ushqejmë me vlera ushqimore trupin ton, dhe këto rrisin fuqinë që të ushqejnë këto qeliza që janë qeliza falso që quhen ndryshe. Atëherë kur bëjmë agjërim ose që mbajmë Ramazanin tani që është feja, domethënë që është pjesa e Ramazanit për fenë muslimane, është gjëja më e mirë për të pastruar trupin. Pse? Sepse qelizat që janë qeliza falso, gjatë periudhës që ne nuk ushqehemi, ato nuk arrin të mbijetojnë, vdesin. Dhe kështu pastrohet trupi nga qelizat falso ose qelizat kancerogjene. Kështu që shpeshe që më pyesin, më kanë pyetur edhe në mesazhe, a është i mirë agjërimi? Agjërimi vetëm vlera të mira ofron për trupin ton, nuk ofron gjëra të këqija, kështu që sa më shumë njerëz ta përdorin, aq më e mirë është për ne. Jo vetëm mund ta bësh edhe kur nuk është agjërim, mund ta bësh vetë, domethënë pa nevojë të zbatosh ato, nëse nuk e zbaton fenë muslimane, por nëse e zbaton dhe i zbaton ato rregullat, kjo është një gjë shumë e mirë, sepse është një formë se si ne të pastrojmë trupin ton nga qelizat falso, qelizat të cilat vdesin kur ne nuk ushqehemi. Ndërsa qelizat origjinale, që janë qelizat e bardha dhe të kuqe të gjakut, kur ne nuk ushqehemi, ato pastrohen. Kështu që kjo është një gjë shumë e mirë. Do më thonë ka dhe lloje ndryshme të agjërimit, nuk do më thonë me agjëru vetëm si pas fesë, ose kur është Ramazani, ka lloje ndryshme të agjërimit që mundeni me agjëru për shembull me ujë, do më thonë vetëm me pi ujë për mos me ngrën asgjë, mundeni me agjëru, do më thonë është kjo dry fasting, që nuk hajnë ose nuk pen asgjë. Po, e vërtet është. Po, detox pak a shumë, quhet pak a shumë si detoxit, domethënë mund të bëhet me ujë vetëm ose me disa që e bëjnë detox mund ta bëjnë për shembull vetëm me një frut. Nëse ha moll për shembull për një javë, ose nëse ha portokale, lëng portokallesh, pi lëng portokallesh për një javë. Kjo është formë agjërimi gjithashtu, por detoxi, pastrimi i trupit tënd. Sepse kur ti han të njëjtën gjë, ti nuk merr më vlera ushqimore. Sepse thonë shumë njerëz, si nuk domethënë njerëz në Itali që han pica për shembull, ose pasta, pse nuk shëndoshet? Sepse han të njëjtin ushqim, domethënë nuk marrin vlera të tepërta ushqimore. Trupi e ka njohur atë ushqim dhe nuk marrin më shumë se ç'duhet. Ndërsa kur ti përzihen ditë të ndryshme, kjo ushqim të ndryshëm, atëherë ajo shkon si shëndet i tepërt, që quhet dhjami ndryshe. Por nuk është shëndet i tepërt, është rezervë që truri jon krijon për ditët që ti nuk do kesh ushqim. Prandaj bëhet dhjami mbi muskujt ton, pra është një rezervë që truri
sepse truri gjithmonë është në atë gjendjen që nuk do kemi mjaftueshëm dhe është një rezervë që e vendos si shtres mbi dhjami, pak a shumë mbi muskujt tonë, që të na mbroj kur ne mos të ham, truri do filloj të ushqehet me anë të dhjamit, pra do marri nga pjesa e dhjamit. Ashtu është. Do të thonë ka detokse të ndryshme, agjerime të ndryshme. Edhe normal si gjithmonë do të më ndëgju trupin, a është i gatshëm me bëj atë agjerim. Edhe ashtu që kaina kur agjerojna, do të thonë organet tona pushojnë, sepse na veç hajna edhe ato janë në funksion gjithmonë, kështu që edhe ato duhet kanë janë me pushu, edhe mu rigjeneru. Edhe për një me ju ndihmon shumë. Shumë e vërtet. Atëherë le të fillojmë me pjesën me trupit emocional dhe trupi shpirtëror, Neida, me këto dy trupa që janë po aq të rëndësishëm se sa trupi mendor dhe fizik. E kemi dëgjuar shumë për shëndetin mendor, për shembull shëndetin fizik, por kur asnjëherë nuk kanë folur për shëndetin emocional, se edhe kjo është një prej trupave që e kemi në aurën tonë, apo për rreth trupit fizik. Të gjitha trupa janë domethënë rreth trupit tonë fizik, edhe duken si trupi jon fizik, po janë pak më larg se trupi fizik. Edhe trupi emocional është një prej tyre. Domethënë për shkak të këtyre emocioneve, se emocionet janë veç fizike. Domethënë kur vdesim edhe shkojmë botën tjetër, ne nuk kemi me pas emocione. Emocionet i përjetojmë për shkak dimensionit tretë ku jemi këtu kësaj botës fizike. Edhe mendimet, domethënë çka do që i kemi, i bojmë realitet për shkak të ndjenjave, për shkak të emocioneve. Nëse doni me manifestu diçka, ku kemi me folë edhe për manifestimet në ditën e vazhdim, domethënë krejt çka ta bën realitet janë ndjenjat. Nuk është vetëm pse ti e ke menduar ato, po është energjia e ndjenjave dhe emocioneve që ti e ndjen që e ke ato, e ndjen çfarë emocioni është të jap, është të jap për shembull lumturinë, lirinë, gëzimin, kënaqësinë. Domethënë për çata do vjen ty ajo në realitet. Nëse don domethënë me pas në manifestu shumë lart, çka do të qoftë, mas pari duheni me krijuat marrëdhënien me veten edhe me këta trupat e tu, me pas shëndetshme. Por me mujt me tërheq domethënë edhe persona, edhe raste, situata, pare në mënyrë të shëndetshme, edhe shpejt, normal. Jo vetëm toksike. Kështu që, për trupin emocional, duhemi domethënë një pranu emocionet tona, edhe negative, edhe pozitive. Na jena mësu domethënë një pranu veç pozitivet, edhe pse ka raste që personat që në mësu me konë veç negativitet, nuk mundën me ndje as këto pozitivet, po në përgjithësi, janë mësu domethënë, na kanë mësu mos me ndje ndjenjat negative, për shembull, mos më bë nervoz, mos më bërtit, mos më çajt, për shembull, meshkujt e kanë këto shumë më vështirë se femrat. Femrat më lehtë ndjejnë, i pranojnë emocionet se sa meshkujt. Edhe pse se i kanë thonë për shembull nuk bën me boti kështu ose me ndje këtë emocion ose me shpreh këtë emocion se je burr. Në fakt burri është që e shpreh çat ndjeshmërinë tonë, çat emocionin tonë. Edhe që ke në balancë. Ne ida edhe që ke në balans energjinë mashkullore dhe energjinë femërore që do flasim në një leksion tjetër për këtë gjë. Do kemi një ditë vetëm të posaçme për balancën, sepse edhe femra, edhe mashkulli, pavarësisht se ne jemi femër ose mashkull, ne jemi njerëz të fundit dhe kemi të njëjtat nevoja për trupat që ne mbartim në vetë, në këtë qenien që ekzistojmë. Dhe kur femra kanë jashtë balance energjinë mashkullore dhe energjinë femërore, gjithashtu edhe mashkulli ka jashtë balance energjinë mashkullore dhe energjinë femërore, atëherë kjo do të çojë në bllokim energjetik dhe ne nuk do të tërheqim për shembull prosperitet ose mirëqenie në pasuri, në dashuri, në çdo gjë që ne pengesë që ne shikojmë në jetë. Po do ta flasim në një ditë tjetër. Po, vazhdojmë Rita, më fal. Okej, s'ka lidhje. Domethënë emocionet qoftë negative, qoftë pozitive, duhet një pranu me ndje. Për shembull, na shumë i kushtojnë rëndësi trupit fizik, edhe pse jo qysh duhet, po thjesht, për shembull, nëse ti e thën komën, për shembull, ti merr leje prej punës, se je smut, ose i thu vetes që jam smut edhe nuk mundesh më shku në punë. Po pse nëse edhe kur ndihesh domethënë kaq i mërzitur, tu ka thy zemra, ki pikëllim se ke humb një pjesëtar të familjes apo e ke humb ndaj ëndër, edhe ato janë humbje, edhe pse nuk është ndaj person për shembull, ose e ke humb ndaj kafshë të pjake. Domethënë, të mos mi kushtu vëmendje edhe që aty një emocioneve, se dhe ajo është trup në veti.
Edhe me thonë, okej, nuk jo mirë edhe du na mi kushtu rëndësi shëndetit tem emocional. Edhe Po, më kujdes për ato. Edhe mi pranu. Kur ti pranon emocionet, që ashtu që janë, pa u mundu me ndryshu, se neve najna mësu për shamu, nëse njëhem keq me bo diçka për mu një mirë. Po në fakt që e të bo ti përshtyp qatë pjesën tane, që është që dohet mundje keq. Mi thonë, okej, është normale mundje keq, për shembull, nëse të ka bo dikush mundi keq, ose të ka trastu, ose çka do qoftë, mi thonë, okej, unë e kuptoj që njëna keq edhe për ndjej që ndjej, edhe jo me njëherë me ndryshu që ato. Po thjesht dhe me thonë, me hym brenda vetës edhe në trup, edhe me thonë, okej, ku për ndjej që të emocion, çfarë do qoftaj, nëse se din mas pari çfarë emocioni ki, do shta ma letë e ki me emërtu, me thonë, okej, çka më për falë ndjej. Enida, më falë, vetëm tani, ne që do punojmë me këtë trajnim, duhet që të mbani një blok shënimesh, dhe kjo që thotë Enida në këtë momente, kjo është një formë se si ti të komunikosh me emocionet, pra është një teknikë. Mos I merrni të gjitha, domethënë që hajde se vetëm do dëgjoni. Kur ti shkruan, e them edhe në trajnimet private që po bëj, kur ti shkruan gjërat, kjo ka shanse më të larta ti të zbatosh. Kështu që merrni atë, nëse keni një fletor, nëse nuk e keni sot, ju sugjerojmë për ditën e njëjtë që ti shkruani këto teknika në bllokun tuaj të shënimeve. Nuk është vetëm ti dëgjoni, kur I dëgjoni me rera, pra kalojnë nga një veshë dhe shkojnë nga ana tjetër, por duhet I shkruani dhe ti zbatoni që të kenë funksion. Po. Okej. Do më thonë, çka do që të ndje ndash pozitive, ndash negative, I thu vetës çka jam të ndje në këtë moment. Edhe do shta jetë të ndje piklem, apo zemrem, apo mërzi, edhe I thu, okej, jam të ndje qëtë emocion, etiketon, mas në I thu ku për ndje, edhe ose e kite stomaku, apo e kite të gjoksi, apo e kite shpina, ku do qoftë, edhe fokusohesh të qajo pjesë, di që është të dhimbshme, po në fakt kur fokusohesh të qajo pjesë fillon mu liruaj, fillon mu bo ma let. Jo që shë paramenojnë nga se ma shumë kur jemi në konflikt, atër që nuk e ndjena që mundu me shtypa jo ma e madhe bot. Në fakt kur e vjen fokusin bashkë aty ku po të dham, bashkë aty ku e ki emocionin, anksin, frikën, bashkë atër ajo ka mu liru, edhe ki mundi ma let. Provojnë e keni me pa vetë, në fillim mundet më konë jo e letë, po me praktik normal, fillon ato me liru edhe më bo master I ndjenjave, emocioneve tuja. Ky do më thonë është trupi emocional. Ndërsa trupi shpirtëror është do më thonë kur na e dina që jena të lidhur me krejt. Jena të lidhur me njën tjetrin, jena të lidhur me bimët, natyrën, kafshët, do më thonë me çdo gjë. Personat që nuk e ndjejnë qëta që janë të lidhë, do më thonë që nuk e kanë balans që trupin shpirtëror, këta do më thonë I shojnë krejsenet me ndarje. Do më thonë nuk I shojnë që jena me një krejt një, krejt bashk, ose në unitet, bashkësi, po krejt I shojnë me ndarje. Dhe për këtë arsye, bëhen edhe luftat apo fatkeqësit e ndryshme. Për shkak të ndarjes, sepse ti po më shembull ndryshe prej vetës, nuk përshë që një aspekt joti është une dhe një aspekt jam është ti. Se jena krejt bashkë, do me thonë ose edhe me kafsht, edhe me bimt. Me çdo gjë. Me çdo gjë të gjallë. Me çdo gjë. Po, edhe me pemët, me çdo gjë, me barin, me çdo gjë të gjallë, ne jemi të lidhur. Po, e vërtet. Po, edhe një sen që shmuni me balancu këta, do me thonë me meditu, edhe me hym branda që me pas atë lidhjen me veten që mu lidh me tjertë mas nej. Ma let e ki ma ndej mu lidh me tjertë kur t'lidhësh me vetën, se e kupton që je universi, je njo me gjithë. Gjithashtu, kur ti nimon dikojna, veç pëse po donë më ndimu, dhe me thonë, jo për me marrë diqka, edhe ajo të ndimon, dhe me thonë, edhe me hek depresionin, po edhe mu lidh, dhe me thonë, me tjertë. Me pas që atë unitetin, lidhshmërinë edhe ato e ndjenë mas nejtë, se qysh po thonë, çdo trup lidhet me njërin tjetrin. Kur e ndjen do të thonë që ato emocionet e tua fillon me liru edhe trupin mendor, sistemin nervor, mu relaksu, fillon me ndihmu trupin shpirtëror, me kuptu atë lidhjen që e ki me krejt, po normal edhe trupi fizik fillon me ndi ma mirë edhe mos me pas mandej na smundje ose mu formu na I cist apo çfarë do lloj smundje tjetër që shfaqet. Po, e vërtet është. Një vajzë po pyet Jeta, po thotë që si me u lidh, si mund me hy brenda vetes.
me hymë brenda vetës i bjen veç me pru fokusin mrena, do më thonë të trupe. Jo të koka, po të trupe. Na mundohë më fokusu veç këto. Në fakt, vedia dhe mendimet nuk janë qëto. Janë kitë rrëth trupit tonë, se është trupi mendor, që shë tha. Që mundohni më fokusu në trup, ma shumë. Të zamra, të stomaku, të këmbët, se ashtu edhe të gëzoheni. Edhe ju vjen energjia dhe në trup. Jo vetëm me najtë në kokë, për shambull. Edhe nisan për emocionet që më ranë mend, është për shambull se emocionet janë energy in motion, energjia në lëvizje. Kur nuk i ndjeni emocionet, për shkak traumave dhe ato ngecin mrena neve në trup, atëherë energjia ngec, për që ata kemi dhimbje. Veç pëse ngec energjia. Që që kur mundohemi mi ndje që ato dhimbje, që ato emocionet atëra ju fillon më lirua dhe energjia me qarkullu mësej. Për që ata e përmendëm edhe ujjen ma herë, sepse është shumë e rëndësishme si emocionet. Shumë e vërtet. Edhe ajo që folëm edhe që kemi diskutuar dhe bashkë në ide që është shumë e rëndësishme për ne, është edhe lëvizja e trupit. Prandaj gjimnastika nuk është vetëm për të dukur bukur, që të kemi forma trupore të jashtëzakonshme, që tani shfaqen në për internet, shumë forma të jashtëzakonshme të për masave të ndryshme, por ajo që është e rëndësishme, nuk duhet fokusohemi të shkojmë në palestër vetëm për atë gjë. Ne duhet të lëvizim energjinë tonë. Pra, të lëvizim energjinë kur ne bëjmë sport të formave të ndryshme, vrap, eci në natyrë, edhe çfarë do gjëje në palestër, çfarë do gjëje, kjo është një forma më e mirë që ne të lëvizim energjinë që shpeshherë ngecet për shkak këtyre bllokimeve të pikave të ndryshme energjetike, pra që ne kemi në trupin ton dhe që do flasim edhe për këtë në një orar tjetër, për pjesën energjetike që ne kemi, për pikat energjetike që kemi në trupin ton. Dhe duhet ta keni shumë parasysh këtë pjesë, shpesh herë ajo që kemi nevojë është thjesht një lëvizje në natyrë ose të shkosh në palestër të bësh palestrën ose të ecësh. Thjesht kaq ke nevojë që energjia mos të ketë atë bllokimin dhe ti do ndihesh mirë në krahasim me se ndiheshe para se të lëvizje trupin tënd. Prandaj duhet kuptojmë diçka. Kur ti vendos që të flesh gjumë gjithë ditën dhe mos të lëvizësh në krevati, edhe pastaj të thua pse ndihem keq, atëherë kjo është një arsye 100% arsye që ti të ndihesh keq, sepse ti nuk e lëvizur trupin tënd. Prandaj, kjo është, duhet të kemi parasysh këtë pjesën e lëvizjes, është shumë e rëndësishme për trupin fizik. Edhe për trupat e tjerë, por fillon nga trupi fizik, sepse trupi fizik është ai që jeton eksperiencën në kohë reale. Ashtu është. Okej, a pi lexojna do pyetje? Çfarë kam pyet? Ja, një sekond. Desha të pyes lidhur me neutralitetin. Si të jemi neutral, që të jemi midis, ndoshta gjikojmë si. Që të mos. Një sekond. Që të mos gjikojmë. Mesi mos. Ka mendu mos me shkruaj. Mos gjikojmë si pasojë emocioneve. Po. Atëherë, unë në pjesë në trajnimin që ofrojnë me pagesë, një nga bazat është në trajnim që ofroj për persona të ndryshëm është pikërisht kjo, balanca, neutraliteti. Atëherë, ekziston një pikë ndërmjet të mirës dhe të keqes. Kur ne jemi, e kam shpjeguar edhe me siolapse dhe me vajza që kanë ose antarë që kanë qenë pjesën e trajnimit, kur ne jemi në gjykim pak a shumë, jemi në ego dhe shikojmë këtë siolaps me një formë të tillë ose me një formë të tillë. Pra, e shikojmë nga maja ose e shikojmë nga fundi i siolapsit. Pra, në Nida e shikon këtë pjesë, unë e shikoj këtë, dhe unë them që kjo është stiolapsi, dhe sa Nida thotë që kjo është stiolapsi. Atëherë këto janë gjykime për shkak të besimeve që ne kemi krijuar nga momenti që kemi lindur deri më sot. Ne kemi, për shembull, mami im ka thënë ose babi im ose mësuesja ka thënë që ky stiolapsi është kjo formë. Ndërsa Nida si kanë thënë ky formë. Dhe tani ne e mbrojmë se kjo është ose e mirë ose e keqe. Realisht, stiolapsi është kjo, e gjitha. Dhe ne duhet të shkojmë që ta shikojmë një situatë të caktuar në neutralitet, që ta shikojmë qartë. Kur e shikojmë si të mirë ose të keqe, atëherë ne jemi në gjykim. Dhe kjo bëhet për shkak të programimit që ne kemi marrë gjatë jetës tonë. Dhe neutraliteti është një pikë energjetike që ti, për shembull si fëmia kur lind sidomos muajt e parë të jetës, është në neutralitet. Ai as nuk qesh, mund të qaj shumë pak, por as nuk qartë, sidomos javët e para
Fëmia është në gjendje neutraliteti. Gjendje neutraliteti është aftësia që ne ta shikojmë një situatë as si të mirë, as si të keqe, por ta shikojmë çfarë jemi duke mësuar nga ajo situatë, çfarë është duke na dhënë ajo situatë, çfarë është atje, pse është aty. Dhe kur ne bëjmë këtë pyetje, atëherë ne do të jemi në gjendje neutraliteti. Kur ne pranojmë se ku jemi, e para, e falim, falja na çon në neutralitet. Tjetër element që na çon në neutralitet është kur ne themi përse është, pra, jemi në kuriozitet, si fëmia i vogël që është në kuriozitet kur shikon këtë telefon për herë të parë, për shembull. Fëmia nuk e cakton as si të kuq, as si të zi, as si të bukur, as si të shëmtuar. E shikon me kuriozitet. Kjo është gjendje, domethënë metoda që të çojnë ti ta shikosh realitetin në gjendje neutraliteti. Neutraliteti ja është baza ku vijnë të gjitha idetë. Të gjitha shpikje që janë bërë, për shembull, iPhone-i, gjërat e jashtëzakonshme, Tesla, të gjitha këto gjëra kanë ardhur në gjendje neutraliteti. Në gjendje nga persona që kanë zbatuar, për shembull, sepse në gjendje neutraliteti ne na çon kur kemi balancë ndërmjet hemisferës së djathtë dhe hemisferës së majtë të trurit ton, dhe kemi realizuar këtë gjë për shkak të meditimit, ne kemi krijuar një hapësirë ndërmjet këtyre të dyjave dhe krijojmë atë gjendjen e neutralitetit. Mund ta shpjegosh edhe një tjetër. Për me liru gjykimet, duhet me kuptu mas pari në cilin aspekt të ndin jetu e gjyku mbrana vetës. Se në sen që e kemi ne, do më thonë, qëfar do lloj gjykimi apo projektimi që e bojnë atë njerëzit e tjerë, për shembull, thojnë atë që kjo është i vrasht, për shembull, ose ku ma kthen fjalën, ose po sillet çështu me mua dhe të pengon, atëherë ti ja bën çështu vetë. Edhe tani të pengon edhe ty që ai sa ndosh me integru që ato mbrana vetës, që është tash ajo bëhet duke i pranuar emocionet tua. Qyre, emocionet janë njerëzore, edhe nuk mundna mi largu, do të mi pranu çashtu që shi. Tjerë që do të mund ndryshu masnej, ama jo me ndreq vetën, se s'bën me qatë mentalitet, me ndreq vetën, se ti je mirë. Thjesht do me thonë, okej, pe ndje qëtë emocion, ose pe urrej qëto, atër e ndjen që ato dhe fillon mu liru edhe mu largu masnej. Jo me thonë, okej, pe urrej qëto dhe po rrit qëto, qështu. Është okej me urrej diqka, po mos rrit qatë energji. Ama jo edhe në atë mënyrën me ndrejq vetën, po thjesht me thonë, okej, po du me këshu pse kom qëto. Edhe veç me kuptu, edhe veç me jap hapësirë mu shprej, me liru. Edhe një mënyrë tjetër, për me liru emocionet është mi kanalizu ato në artë. Për shembull e shkru një poezi, prej çati emocioni që po vjen, ose e bën një pikturë, ose shkon në boks. Bën diçka që me kanalizu qatë energji, domethënë qatë emocion që e ki, që me liru masni. Ama është okej që qysh do të që ndjesh, edhe nëse gjykon dikon mos i bën qa vetës, ose mos i fol vetës keq, ndodh. Ajo po të mëson diçka që e ki mbrana vetës. Çdo sen është të na mësu çka kena mbrana vetës. Çdo gjë është, edhe çdo person është reflektim i joni i brendshëm. Qysh e kemi realitetin jashtë, jemi ashtu brenda. Vetëm kaq. Shumë e vërtet. Je gabim ose je keq ose duash mu shëru ose mu ndreq. Thjesht do të thonë, kena me liru çto besimet limituese, edhe çto emocione që i kemi në të ngecura në trup, prej kur kemi qenë fëmijë apo prej paraardhësve tonë, që me kuptu kush jemi për një me. Me të vërtet. Shumë e vërtet. E shumë e vërtet sepse është e rëndësishme, shpesh herë ne kur kemi përjetuar një situatë, pra, kemi qenë pjesë e një marrëdhënie që tashmë nuk jemi më, për shembull, ose kemi bërë një veprim që nuk duhet bërë, sepse ashtu ishte për shkak të programimit social, kulturor, është tabu, për shembull. Kemi thënë një fjalë dhe këto të gjitha koleksionohen dhe na krijojnë që ne nuk kemi më vlerë. Realisht vlera është njësoj për ne. Këto situata nuk na kanë ardhur në jetën tonë për të na marrë vlerën tonë, sepse shpeshherë ne eksperiencat që përjetojmë i konsiderojmë si diçka që vjen edhe na marrin vlerën tonë. Pra, marrin vlerën, atë të mirën, dhe na lën si të keqe, ose si të shëmtuar, ose si të pa vlerë. Mos e konsideroni kështu. Çdo eksperiencë është aty sepse ti ke nevojë për atë eksperiencë, për të shfaqur vlerën tënde.
për të arritur vlerën tënde, për të bërë që ti të maturohesh dhe të kalosh në një nivel tjetër energjetik. Në çdo eksperiencë ne marrim një mësim, një leksion që quhet ndryshe për të shkuar në një nivel, në një shkallë më të lartë energjetike. Prandaj, vlera është njësoj, e theksoj këtë gjë. Nuk ndryshon vlera për shkak të eksperiencës që ti ke përjetuar. Vlera është po e njëjtë. Ajo që do të shtohet vetëm, domethënë eksperienca ajo është me vetëm do të shtoj vlerën. Dhe ajo që do të shtohet është që ti do të ndryshosh këndvështrimin për atë situatë, për shembull, që ke përjetuar, për atë gjë që kemi, domethënë pak a shumë që kemi ndier në atë momente, për çdo gjë që ke përjetuar në atë situatë, edhe fjalët që ke dëgjuar, për ato ke në pasur nevojë në atë momente. Mos e gjyko veten tënde dhe shiko se çfarë do të sjelli për shkak të asaj situate që ke përjetuar, çfarë të ka sjellë në jetë dhe çfarë do të sjelli në vazhdim. Të shikojmë? Mundesh më shikojmë? Po, patjetër. Një sekondë se po thot atëherë, për sa i përket po, e vërtet trajnimet me Eneidën janë fantastike, ju sugjeroj thot një djalë, kursin e fëmijës së brendshëm dhe intuitës, mos mungoni, po është shumë e vërtet, Eneida ofron këto trajnime dhe ne do flasim për fëmijën e brendshëm në një leksion gjatë këtij trajnimi, por për të vazhduar më tepër dhe të pastrosh këto elemente, domethënë të punosh 100%, ti mund të bësh trajnimin me Eneidën. Okej, kemi dhe pyetje të tjera, le të shikojmë të shkojmë më lart. Okej. Tani është si puna, thot Hektori, është si puna e gotës, varet cilën e sheh, gjysmë plot apo gjysmë bosh. E ka të bëjë me mënyrën se si shikojmë gjërat, kur folëm për kur jemi në dualitet, sepse të gjithë jemi në dualitet në situata të caktuara. Po kur punojmë me veten tonë, ne fillojmë të qëndrojmë sa më shumë në pikën neutrale dhe kjo e ndryshon çdo gjë. Po, atëherë, nëse keni një pyetje, që kam edhe një pyetje këtu, okay. Dëgjoheni po thot. Okej. Sa më shumë ti merrni seriozisht info që gocat po ju ofrojnë, aq më lehtë do ta keni rrugtimin. Lita, faleminderit shumë, kjo është një këshill shumë e mirë, sepse ne kemi në çfarë ndodh kur ne diçka që është falas, nuk e vlerësojmë aq sa duhet, dhe e konsiderojmë si diçka që hajde mos e është falas. Kjo është për të gjithë, është mentaliteti për të gjithë. Por realisht kjo është një punë që duhet marrë me, nëse do ta ndryshosh realitetin, duhet ta marrësh me seriozitet dhe të fillosh, prandaj thash që ti shkruash gjërat edhe ti zbatosh gjërat. Se informacioni kur merret dhe nuk zbatohet, nuk është i vlefshëm. Duhet ta marrësh dhe të zbatosh. Nëse nuk e zbaton, më mirë mos e merr fare informacionin. Kjo është shumë e rëndësishme që ta keni parasysh në çdo gjë, jo vetëm në këtë live që po bëjmë në lidhje me këtë trajnim, por informacioni që nuk zbatoni nuk ju nevojitet, sepse ai ju ngarkon egon tuaj dhe ajo ego nuk do të bëjë asgjë tjetër, do punoj kundra jush. Do të filloj të punoj që të thotë që ti nuk je zonja, ti nuk je mjaftueshëm, ti nuk je plot, ti nuk je e duhura, ti nuk je e bukur e me radhë. Prandaj duhet që të zbatojnë informacionet që të kemë vlerë. Nuk janë vetëm motivim, janë informacione që ne i kemi marrë për shkak të trajnimeve të ndryshme që kemi bërë për veten tonë dhe që kemi zbatuar në jetën tonë dhe kemi parë rezultate. Në momentin që ju e vlerësoni këtë gjë dhe e shikoni si diçka që do ta zbatoni, atëherë bëuni pjesë e këtij trajnimit, merrni shënime. Nëse nuk e zbatoni, mos u bëni pjesë e trajnimit, nuk ka rëndësi. Atëherë edhe Megi po thotë jeni dashuri, pikërisht i na shkruajni, zbatojeni, afirmoni, meditoni, përdorni metoda ina e dashur. Okej, fol pak për egon. Atëherë thot Megi, fol pak për egon. Për pjesën e egos, atëherë është një gjë, duhet kemi parasysh që egua është një element shumë i rëndësishëm që ne ta kemi në këtë tokë. Shpesh herë ne luftojmë egon dhe e quajmë si një person shumë i keq. Realisht egua është që të na mbrojë. Për shkak të eksperiencave të ndryshme që kemi përjetuar, në trurin ton janë ngritur mure mbrojtëse që të na mbrojnë ne, që mos realiteti i vrasht mos të dëmtoj shpirtin ton.
sepse shpirti është shumë i ndjeshëm. Egua është si një mburoj që të mbroj shpirtin dhe është krijuar nga mosha 0 deri në 7 vjeç në pjesën më të madhe, por egua krijohet çdo ditë. Edhe sot, domethënë, edhe 40 vjeçë, edhe 50 vjeçë, edhe 60 vjeçë sërish egua rritet. Dhe duhet të kemi parasysh, ne duhet të kemi në balancë shpirtin me egon në trupin tonë. Kur egua është më e lartë, pra 90% është ego dhe një 10% është shpirt, atëherë ne do jemi të ashpra, ne do jemi gjykuese, ne do jemi, pra do jemi të rësisht në ego, do mendojmë vetë për veten tonë, pra do jemi të rësisht në elementet e egos. Por duhet ta theksojmë, kur egua është në balancë me shpirtin, atëherë kjo është forma më e shëndetshme, sepse edhe kur jemi më shumë në shpirt, ne shkojmë në naivitet. Dhe njerëzit do të na marrin si budalla ose do të na marrin si persona të cilët nuk do të jemi të zotët për veten tonë. Të jetojmë në këtë tokë, ne na duhet ego. Dhe kur gjykohet egua dhe kur gjykohet kjo mburoj që të mbron ti, nuk bëhet asgjë tjetër veçse ti e çon trupin tënd akoma edhe më shumë, pra e rrit akoma edhe më shumë egon. Sepse kur egua e kupton që ti je duke luftuar egon, atëherë muret do të rriten akoma edhe më shumë, sepse shpirti nuk do ndihet i sigurt. Prandaj, duhet të kemi parasysh kur punojmë me egon dhe kur punojmë me këto elemente që janë thelbësore për të jetuar në këtë tokë. Toka është dualitet. Toka i ka të dy anët. Toka i ka gjëra të këqija, nuk ka gjëra vetëm të bukura dhe të lulëzuara. Ka edhe gjëra që nuk janë aq të rëndësishme, janë të rëndësishme, por nuk janë aq të bukura se sa na duam, që është idea. Pra ne nuk e marrim si diçka, pra nuk them që nuk e dua këtë gjë të keqe, dua këtë gjë të mirë. Kjo sepse egua jote është rritur më shumë se ç'duhet, por të arish ti japësh fuqi egos tënde, ta pranosh ku je, ti jap ta njohësh, ta dëgjosh zërin e egos, të punosh me egon, atëherë ti do të arish të krijosh, të jetosh në neutralitet. Pra 50-50%, dhe kjo do të bëjë që ti të arish të krijosh parajsën në tokë, nëse dëshiron të krijosh parajsën. Parajsën në tokë krijohet nga vetë ne. Pra, është e nevojshme, duhet të dim që, për shembull, do flas edhe mendoja sepse Valdete e thekson të qysh është dita dhe nata. Po e vërtet, fiks është shembulli më i mirë është që të kuptojmë dita dhe nata janë në balancë pak a shumë dhe në periudha të ndryshme janë dita është më e gjatë, në periudha të ndryshme, në sezone të ndryshme nata është më e gjatë. Dhe duhet të kuptojmë që edhe ne jemi me sezone të ndryshme, që do flasim në një leksion më vete për këto sezone, pra mund të jemi në sezonin e dimrit, mund të jemi në sezonin e pranverës, mund të jemi në sezonin e vjeshtës, ose të verës. Pra, në këtë sezon duhet të kuptosh që dita është më e gjatë në dimër, për shembull, tani këtu në Australi është duke ardhur dimri, ndërsa aty është dita më e gjatë. Në këto momente dhe nata është më e shkurtër. Pra, në këtë hemisferë të tokës, ne kemi ditën më të gjatë, ditën më të shkurtër dhe nata më e gjatë. Prandaj, unë nuk mund të luftoj me këtë gjë. Edhe të dua të luftoj, çfarë do bëj? Kush do lëndohet? Do lëndohem unë apo sezoni? Do lëndohem, domethënë do lëndohem unë si person apo do lëndohet nata apo dita? Prandaj, këto janë ligje që funksionojnë dhe sezonet të ndryshme ne duhet kuptojmë se si të punojmë me sezonet, të pranojmë se ku jemi dhe të kuptojmë që do vi pranvera, por ne duhet kemi durim të përjetojmë këtë periudhë që është periudha e dimrit. Kjo është ajo, nëse do të shtosh diçka në ida në lidhje me ego, ka shumë elemente ego. Ego është një nga gjërat më ego nuk mujna me largu, nëse dëgjoni kësi fjala apo gjëra që duni me mbyt egon ose me largu për gjithmonë egon, nuk funksionon ashtu se egoja është pjesë e jona për shkak se jemi secili unik edhe individa. Na jemi një krejt në dimensione tjera, po në dimensionin e tretë kemi secili individualitetin tonë. Edhe për këtë arsye është egoja, për shkak iluzionit ndarjes, jo për shkak çish mendojnë njerëzit që duhesh me largu për gjithmonë. S'mundemi, është pjesë domethënë e jona. Thjesht për shkak traumave që pasojmë gjatë moshës 0 deri në 7 vjet, egoja fillon me na mbrojt, botë e madhe që më mbrojt. Në fakt kur fillojna me liru mandej këta
trupat që i përmendëm, me këto teknika që ju përmendëm deri tash, egoja fillon mu zbut, por nuk largohet. Po, e vërtetë. Zbutet edhe bëhet balansi, domethënë me shpirtin. Edhe e ki ashtu që shtajina parajtën tokë, mas nej. Po, shumë e vërtet. Dhe duhet të kuptojmë që është një temë më vete, por mund të flas, nuk e di, do ta mendojmë për këtë pjesë, ndoshta mund të bëjmë edhe një ditë vetëm për këtë pjesën e egos, se ta kuptojmë më qartë, edhe nëse nuk e kemi aq të qartë. Në qoftë se keni edhe ndonjë pyetje, sepse avash ne vim drejt fundit, sepse është një trajnim që do të zgjasë me një orar të caktuar, që edhe ne të kemi mundësi të japim më të mirën, por edhe ju të merrni më të mirën, sepse janë të dyja janë pjesë e të dyja, domethënë që nuk mund të vazhdojmë pafund, është ideja, në një orar të caktuar. Keni ndonjë pyetje të fundit? Dhe dal nga dal ne do ta mbyllim këtë live dhe do të vim sërish ditën e njëjtë, po me të njëjtën trajnim. Atëherë, për pjesën një pyetje të lutem, si me gjetë atë forcën me kap momentin që kur të kap atak paniku, mos të pushoj frika, por aty ka pesh dhe të kaloj një herë e përgjithmonë frikën. Atëherë, e para është kur ti mendon që ta kalosh një herë për gjithmonë frikën, nuk e kalon një herë për gjithmonë frikën me mendim. Edhe nuk do ta kalosh dot. Domethënë kjo është e pjesa e parë. Arsim duket se e kam kjo vajza, se kam folur edhe një herë tjetër kur kemi qenë në një live. Atëherë Arsi duhet të kuptosh diçka, që në momentin që je në këtë formë që thua që ta kaloj një herë për gjithmonë, ne gjatë gjithë jetës do punojmë me frikra të ndryshme. Frikrat që kam unë, për shembull, nuk janë njësoj si frikrat që ka Eneida. Frikrat që ka Eneida nuk janë njësoj si frikrat që ke ti. Frikrat që ke ti nuk janë, por ajo çfarë bën njerëzit që arrin të kenë sukses me njerëzit që nuk arrin të kenë sukses, është që punojnë ngadalë me frikrat e tyre. Shkojnë drejt frikrave. Kjo është ideja. Të shkosh drejt frikës është të arrish të ballafaqosh edhe të jesh e hapur me veten tënde, që ti ke frikë nga kjo gjë. Atëherë, duhet ta pranosh fillimisht. Jo do thuash, un kam frikë, tani un jam e keqe sepse Ina nuk ka frikë dhe Neida nuk ka frikë dhe un jam e keqe, ato janë të mira. Jo, nuk funksionon kështu. Ti atje të shfaqur ajo frikë sepse duhet marrësh një mësim të caktuar. Dhe kur shkon drejt frikrave tua, duhet të fillosh të bësh veprime aktive në drejtim të frikës. Veprime aktive që të shikosh. Për shembull, frikra jote, shumë njerëz mund të kenë frikë për shkak të trupit e tyre, për shembull, kanë një për shkak të mbipeshës, për shembull, ato kanë frikë që nuk do të jenë pranuar nga shoqëria, për shkak se janë më shumë se sa mbipeshë se sa duhet. Realisht kjo është një frikë që qëndron kur ti qëndron vetëm në mendjen tënde, por kur ti fillon të punosh me atë frikë, ta pranosh trupin tënd ashtu siç është, dhe nëse ti nuk e pranon trupin, për shembull, e pranon trupin ashtu siç është, por nëse do të shikosh ndryshim, jo ta bësh për të tjerë, ta bësh për veten tënde, e para, dhe e dyta, të hedhësh hapa konkrete, se si do të shkosh tek ajo gjëja tjetër, tek ana tjetër që të jesh me forma trupore që ti konsideron perfekte. Të gjithë kemi të drejtë që të përmirësohemi, dhe përmirësimi vjen në momentin që ne pranojmë se ku jemi dhe fillojmë ngadalë të marrim hapa, të shkojmë në atë realitet të ri që duam të përjetojmë. Çfarë do lloj gjëja, kur ti e kupton që krijon atë urën ndërmjet të thënës me të bërë, sepse është shumë e rëndësishme. Ne të gjithë themi që do bëjmë këtë gjë, do bëjmë këtë gjë, do bëjmë këtë gjë, do bëjmë këtë gjë. Por nga kjo e thëna deri në të bërë është një det i tërë, është një shprehje që në shqip është shumë e bukur. Pra, është një det i tërë. Dhe ne ose do shkojmë me notë dhe do lodhemi, do stresojmë veten tonë, ose do ndërtojmë një urë që të kalojmë nga anën tjetër, pra në të bërën realitet të diçkaje. Kur ti e bën realitet, pra shkon nga e thëna që jam këtu në këtë situatë, dua të shkoj në këtë realitet, pra në të bërën, të shkosh në realitetin tjetër, por kam këtë frikë, atëherë ti fillon ngadalë me veprime konkrete, aktive, dhe kur bën këto veprime aktive, ti do të shkosh, do ndërtosh urën tënde. Kur ndërtohet ura, ti krijon vetbesim, ti krijon siguri, ti krijon besueshmëri, egoja jote të pranon dhe të lëtisi udhëheqëse e jetës tënde, nuk mbrohet më sepse e kupton që ti e ke mbajtur fjalët për të bërë realitet atë që dëshiron,
Dhe këto do të çojnë transformim të jetës tënde. Prandaj shumë njerëz që transformojnë trupin, sidomos njerëzit që nuk besojnë në energji, nuk ka rëndësi, as mos beson në energji, nuk ka rëndësi shumë sa beson apo sa nuk beson. Diçka unë do të them vetëm diçka. Persona që nuk besojnë në energji, filloni transformoni trupin tuaj. Nëse nuk e pëlqen trupi ku ndodheni, filloni transformoni. Kur ti transformon trupin tuaj, ti do krijosh, do kuptosh dhe do besosh në energji. Sepse do kuptosh që ai imazhi që kishe në mendjen tënde, ti e bëre realitet. Dhe ai nuk erdhi vet. Erdhi me një stërvitje çdo ditë, do të shkosh në palestër, do bëhesh më e vetëdijshme se çfarë ushqime ka nevojë trupi jot. Jo çfarë ushqime të thonë të tjerë që duhet hash. Pra do krijosh një lidhje me veten tënde që nuk ka ekzistuar më herët. Dhe kjo lidhje krijon forcim të anës tënde energjetike. Dhe do kuptosh që ti je më shumë se sa trup. Kjo është vetëm kjo, domethënë këtë mund të them. Prandaj po të shikoni në internet sot, sepse keni shumë fakte në internet për njerëz që kanë transformuar trupin dhe kanë transformuar jetën e tyre. Domethënë kur transformon trupin ose kur e pranon trupin tënd ashtu siç je, kanë transformuar jetën e tyre. Por kur ti je në mos pranim dhe mos aktivitet në të njëjtën kohë, atëherë ti nuk mund të transformosh dot jetën tënde. Pse? Sepse ti nuk je e zonja t'ia provosh vetes tënde këtë transformim. Pra, kur ti për shembull Eneida ja ka provuar vetes saj, unë ja kam provuar vetes time këto elemente që flas sot. Nëse nuk ja kisha provuar, unë nuk jam gati të shpërndaj këto informacione. Prandaj ajo eksperiencë që ke përjeton është aty për të të mësuar ti që si ti të besosh tek ato trupat e tjerë që ekzistojnë. Fillimisht përqafo trupin tën fizik. Kjo është ajo e para që unë them. Trupi jon fizik është kryesori. Kur ne fillojmë të duam veten tonë, kur ne fillojmë të pranojmë ku jemi, kur ne fillojmë të konsiderojmë, nëse nuk do ta transformosh trupin tënd, unë nuk të detyroj, nuk e them këtë gjë, por pranoje, mos e gjyko, sepse gjykimi do të çojë akoma edhe më shumë në torturë. Prandaj kur e pranojmë trupin ton, atëherë ne kalojmë në një formë tjetër transformimi, sepse pranimi është një transformim tjetër dhe ti e rezulton atë gjë. Ti e tregon të tjerëve. Po të shikosh Instagram faqe që kanë planuar pavarësisht shëndetit të tyre, kanë planuar se ku ndodhen, atëherë njerëzit kanë arritur suksese të jashtëzakonshme. Kanë filluar bërë brende për rroba të ndryshme. Kanë arritur siguri financiare. Pse? Sepse kanë planuar ku janë. Pra, pranoje trupin tënd ose transformoje trupin tënd. Por mos qëndro në gjykim. Kjo është ideja, mos qëndro në gjykim. Po Enida, nëse dëshiron të shtosh diçka, mund ta shtosh edhe ti? Okej, do më thonë për ju që po keni frika ose ankse apo atak panikut, mundoni me bua që ja u japa më herët atë teknikën, me marrë frymë thellë, më fokusu ku e ki qatë frikë, ku pendjen trup, edhe mos me gjyku, po thjesht me thonë, okej, unë jam qëtu me ty edhe po të shoh, po dëgjoj çka ki me më thonë. Po. Edhe fillon ajo vetë ti ju mu liru. Mas shumë ti keni frikë se mos po ndodh diçka, nëse e ndjeni qatë frikë. Po në fakt nuk ndodh kur gjë nëse e ndjeni qatë frikë. Thjesht fillon ajo mu liru, edhe mu largu prej teje me ta bo shkova. Unë veç dojsha me thonë hej që ku jam. Këqyrëm një herë edhe po shkoj. Se kom eksperiencë me qëto. Keni shumë, e di që frikat janë shumë të mëdhaja. Sidomos se ankset janë frika tepërta. Thjesht do më thonë mundoni me marrë frymë thellë, disa herë më kyç aty te frika dhe më thonë, ok, ja din çka po të shoh, se mos kom çka me bo. Edhe shoh që ajo vetë ka mu largu. Po nëse s'muni me bo vetë, kërkoni ndihmë dhe nuk është gabim, është normale, është ma lehtë, sepse nuk kena ardhur mi bo kricanet vetë. Kemi ardhur të më ndihmu njëri tjetrit. Pse jo? Kërkon ndihmë, nuk është gabim me kërku ndihmë, as nuk është që je tema i vogël. Jo, thjesht një i mbrëmshëm i jotit që kena me fol me trajnim tjetër, ka nevojë për mundi sigurt në praninë e dikujt tjetër, për me pa qatë pjesë, që kena me folë edhe për qatë pjesë, për pjesë ndryshme me një trajnim tjetër, dhe më thonë thjesht, nëse s'munësh vetë me bo që ata, shko të dikush që mundet me të një mu, që din me bo që me të një mu me leqë emocion. Po, e vërtetë është sepse shpeshherë ne luftojmë emocionet tona dhe pastaj themi nuk dihemi mirë. Kur lufton nuk është forma mënyra se si punohet me ato emocione. Ti duhet krijosh një
mënyrë tjetër të shikuarit të gjërave, që pra do hedhësh një filtr, sepse ne kemi filtra, për shkak të programimit kemi filtra të ndryshme se si shikojmë realitetin rreth nesh. Dhe ne brenda një dite nuk arrim të shikojmë të gjitha gjërat që ndodhin. Ne arrim të shikojmë vetëm çfarë filtri jon kap, çfarë programimi jon na ka dhënë që të kapim. Dhe kjo bëhet në atë formë, është domethënë në atë formë që ne nuk e kuptojmë, sepse truri nuk mundi t'i skanoj të gjitha informacionet që ka rreth rrotull, sepse çon në mbi ngarkesë, njësoj si kompjuteri, kur çon në mbi ngarkesë, kolaps pastaj. Dhe prandaj ne arrim të shikojmë vetëm ato që filtri jon zë në shikimin ton të lirë. Kur ti punon me këto, atëherë ti e ndryshon filtrin tënd dhe shikon ndryshe atë që po të ndodh. Për pjesën e fëmijës së brendshëm do flasim në një, më duket se do ose të njëjtën ose të dielën tjetër, dhe do flasim tërësisht vetëm për fëmijën e brendshëm. Një element tjetër, sot tani ne po vim se vajti ora gati më shumë se sa një orë dhe nuk duam ta humbasim live-in, sepse kur shkon më shumë se sa një orë nganjëherë nuk lejohet të publikohet më. Ajo që unë dua të diskutuam dhe me Neidën që në çdo ditë që ne do zhvillojmë trajnime, do t'i japim një detyrë që ju të punoni në situata të ndryshme që do t'u vijë gjatë kësaj jave. Domethënë që t'i bëni në zbatim këto gjëra që ne po edhe të na tregoni. Domethënë të na bëni retag, të na tregoni në story me eksperiencat tuaj që keni punuar me këtë gjë. Atëherë, ne menduam që të japim një ushtrim të tillë kur ndodh diçka, çfarë domethënë kur ndodh një situatë, ose kur merr një vendim, ose kur bën diçka të re, ose kur bën një gjë që ti je, domethënë përballë njerëzve të ndryshëm që nuk kanë njohur fare me këto që po mëson në këto momente. Dhe të thon për shembull, le të shkojmë për kafe. Është një vendim që ti kohën tënde do ta kalosh në kafe me këtë person. Atëherë, para se të marrësh vendimin, po ose jo, bëj pyetje vetes tënde. Çfarë do të kishte bërë një person që e don veten e vet në të njëjtën situatë? Shkruajeni edhe një herë. Çfarë do të kishte bërë një person që e do veten e vet në të njëjtën situatë? Në të njëjtën situatë, për të shkuar për kafe, për të pranuar një propozim, për të bërë diçka të re. Çfarë do të kishte bërë për të shkuar në ski, për të shkuar në det, për të kudo që çdo vendim, sepse ne marrim vendime çdo ditë. Vendimet krijojnë jetën tonë, duhet ta kuptojmë këtë gjë. Dhe shpesh herë ai person që e do veten e vet, nga personi që nuk e do veten e vet, ndryshon pikërisht për shkak të vendimeve që merr. Dhe vendimet që merr shpesh herë çojnë në rezultate të ndryshme. Vendimet që merr sot çojnë në rezultate të ndryshme nesër. Prandaj bëja pyetje vetes këtë pyetje, edhe na bëni, domethënë shikojeni, bëja pyetjen para se ta marrësh vendimin dhe na bëni tag ose na shkruani me mesazhe, nuk ka rëndësi shumë që të na tregoni se kur ja bën këtë pyetje vetes si do të vi përgjigja. Do të vi përgjigja nga po, edhe pastaj vepron. Nuk është se direkt ti shkon, hajse më thaj në idha mua për kafe dhe do shkoj direkt. Unë marr vendimin vet. Sepse unë jam e ndryshme nga Neida. Unë jam në faza të ndryshme të jetës nga Neida. Dhe këtu do ta shikoni dal nga dal që me këtë detyrë, kjo është një detyra e parë që do marrim për këtë javë, por duam që të jeni aktiv. Nuk duam thjesht të japim detyra dhe mos të bëni asgjë. Duhet që këto informacione të vendosim në zbatim. Dhe live-in do ta vendosim, po do ta shpërndajmë live-in dhe do ta hedhim në YouTube. Pasi e kemi shpërdar, po, dhe çdo live në vazhdim do t'i gjeni në YouTube. Enida, do të shtosh diçka dhe ta mbyllim, sepse nuk dua që ta humbasim live-in? Ashtu si tha Ina, do me thonë, jo vetëm në ato situata çfarë vendimi kemi marrë për diçka në i propozim, po edhe nëse je duke u fjalos ose duke folë me persona që nuk besojnë si te, po thjesht s'po di qysh me vekru ose a mu bo nervoz apo me bërtita diçka, apo me knaq dikon tjetër më shumë se sa vetën, ashtë të nalësht, çfarë kish bo një person që e don vetën në këtë situatë. A për një me duna me bune qëta, për me knaq dikon, në fakt duna me thonë jo, me qitë kufit shëndeshëm, edhe me thonë, jo s'moj me t'ni mu, ose s'po du me bo qëta, ose s'po vi për kafe, ose qëka do qovë, dhe me thonë. Po. Për dëlloj situata që jeni. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme për mi anis me dasht vetën.
sepse dashnia ndaj vetës ju ndihmon mu ngrit. Ju ndihmon mu ngrit edhe mu ndriçu më edhe mu rrit frekuenca e energjisë juve. Kështu që kjo është një prej teknikave apo detyrave që keni me bo sot. Edhe gjatë javës, domethënë. Derisa të shkojnë në trajnimin e radhës që m'ja jap një detyrë tjetër. Kështu që faleminderit shumë që keni qenë sonte me ne. Ju vlerësojna shumë. Ju përqafim shumë. Pa juve na s'kishëm mujt me qenë këto, kështu që faleminderit shumë që na keni ndëgju sonte. Edhe ty na Po, faleminderit Eneida edhe ti që e organizuam këtë trajnim, sepse është një gjë shumë e bukur, dhe faleminderit të gjithë që u bët pjesë, edhe që erdhët dhe që u larguat, nuk ka rëndësi, që u bët pjesë e këtij trajnimi dhe keni vendosur që të shikoni, domethënë të punoni me veten tuaj dhe të shikoni realitetin ndryshe. Këto nuk janë tema vetëm motivuese, Admir, se po thoshte Admir që tema motivuese. Motivim është që do të thotë që do bëhet mirë, bëhu mirë, nuk është temë motivuese. Këto janë tema zbatuese. Prandaj, duhet ta kuptojmë që ky trajnim është një trajnim zbatues dhe merreni si të tillë. Do ta shikoni live-in të ruajtur në YouTube dhe ju kemi shumë gjanë. Ju përqafojmë fort, natën e mirë për juve dhe kalofshi sa më mirë. Mirupafshim. Bye bye.